Sot mbushen 147 vjet që kur më 10 qershor 1878 filloi organizimi dhe themelimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Është kjo njëherësh një ndër lidhjet më të organizuara politike gjithkombëtare pas lidhjes dhe themelimit të Kuvendit të Lezhës të marsit të vitit 1444 nën organizimin e Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe udhëheqësve të principatave, përkatësisht të princave shqiptar në shekullin e 15. Lidhja shqiptare e Prizrenit në historinë e popullit shqiptar të kohës së re, historikisht është ubimi më i rëndësishëm kombëtar shqiptar. Lidhja shqiptare e Prizrenit pati karakter gjithkombëtar, kurse Prizreni nuk u zgjodh rastësisht kryeqytet dhe seli, në të cilin u mbajt Kuvendi Mbarkombëtar Shqiptar më datë 10 qershor 1878. Delegatët që morën pjesë në Kuvendin e Përgjithshëm kishin për çështjen kryesore të ditës një unitet të plot mendimi, të gjithë qenë të vendosur për të kundërshtuar me çdo kusht coptimin e trojeve shqiptare për të mbrojtur tërësinë toksore të Shqipërisë. Mendim të njëjtë shprehen delegatët që u takonin qarqeve atdhetare edhe për karakterin dhe programin politik të organizatës që do të themelonte Kuvendi. Ata kërkuan me këmbëngulje që Kuvendi, ashtu siç ishte parashikuar prej tyre, të formonte një lidhje shqiptare me karakter kombëtar. Delegatëve të grupit atdhetar ju desh të përballeshin në Kuvend si me qëndrimet e dëmshme të qarqeve pro-Turqisë, ashtu dhe autoriteteve qeveritare osmane, të përfaqësuara nga mytesafiri turk i Prizrenit, Qamil Beu, që ishte i pranishëm në këtë tubim. Ata u përpoqën të pengonin bashkimin e shqiptarve në një lidhje kombëtare. Menjëherë pas themelimit të lidhjes u formuan organet e saj të larta. Në krye të lidhjes qëndronte Këshilli i Përgjithshëm me funksione legjislative dhe me seli në Prizren, nga i cili do të vareshin degët krahinore, ndërsa kryetar u zgjodh Ilyas Pash Dibra.